Të nderuar pjesëmarrës, ju ftoj për 1 minutë heshtje në nderim të dëshmorëve të familjes Lipaj, Zeqiraj dhe Mehaj. Lavdi. I nderuar kryetari i komunës, zotëri Ilir Ferrati. I nderuar nën kryetari i komunës, zotëri Alini Monaj. Të nderuara familje të dëshmorëve, të nderuar të pranishëm. Historia për datën 13 prill, që nga viti 1999, flet edhe për masakrën e Studenicës së Istokut. Masakra e cila mori vend në shtëpinë e Sali Zeqiraj, ku strehoheshin familja Lipaj, familje prej të cilave kishte ushtar të UÇK-s. Dhe shtëpia atyre në Kamenic shërbente strehimi shumë ushtarëve të ushtrisë lirimtare. Ky fat mbatte peshën e të qenurit një ndër shënjestrat e forcave serbe. Këtë peshë e bartën me vete edhe në Studenic, kur anë të vrarë së bashku me familjen Zeqiraj. E kur pika më afër të UÇK-s u thye, shërbente si alarm për sinjalizimin e zhvendosjes së radhës për mbijetesë. E nga 40 antarët që strehonte shtëpia Saleut, gratë dhe fëmijët kaluan të cakutaj. Por sërish në Studenic, i thëriste fati i zi, 3 nëna, 4 vajza e të zotin e shtëpisë. 13 prilli ishte dita kur u vran Sali Zeqiraj, Nezir Lipaj, Qëndres Lipaj, Mirdon Lipaj, Njomz Lipaj, Lindihan Lipaj, Sale Lipaj, Hajrie Lipaj, Fatime Lipaj dhe Sabrie Lipaj. E martë ishte dita kur trupat e tyre u masakruan dhe më pas trupat e tyre u gjetën në pusin më të afërt, ku kishin ndaluar për të përgatitur bukë e ujë në rrugën që më s'patën fatin ta vazhdonin. Lavdi dëshmorëve të rënë. Tani ftoj për një fjalë rasti kryetarin e komunës, zotëri Ilir Ferrati. Të nderuar pjesëtar, anëtar të familjeve Lipaj, Zeqiraj e Mehaj, të nderuar përfaqësues të organizatave të dalë nga lufta, të nderuar kryetari i familjeve dëshmorëve, faleminderit për pjesëmarrjen, kryetari i OVL UÇK, zoti Muhamet Demaj, shumë i nderuar nën kryetari i komunës, zoti Alini Monaj, gjithë pranishëm pa dashur me hy në hak askujt të nderuar përfaqësues i Agjencionit për Memorialet të Kosovës, udhëheqës ekzekutiv zoti Emir Hakaj. Faleminderit që keni gjetur kohë sot merrni pjesë në këtë ndarje të dhimbjes për këto familje të cilat janë mbledhur bashkërisht me ne sot këtu. Kur sot data shënon 13 prill, dhimbja qëndron e njëjtë sikurse e vitit 99. E tash 26 vite, familja Lipaj, Zeqiraj dhe Mehaj përkujton nga më dashurit e tyre, të cilët ranë për t'u ngritur si dëshmi e krimit serb në tërë Kosovën, në onën e Istokut e në zemrat e këtyre familjeve. E bujaria e traditës shqiptare nuk mbaron as në fundit ditë që i shërben durës luftëtare të UÇK-s e deri të nevojtarit për strehim. Pikërisht bujaria e kryefamiljarit Sali Zeqiraj e gjeti në shtëpi, ashtu siç edhe i ka hijet zotit shtëpisë. Por kjo hije sikurse u errësua ditë kur forcat serbe depërtuan në Këstrë, vranë e masakruan trupat që mbanin emrat që sot po lexonin në këtë pllak prapa meje. Bashkëndijim me familjet dhe me mirënjohje në çka keni dhënë ju për ne. Ju drejtohemi me përulësi dhe si krah mbështetës që ndërni krenor se bijt e bijat tuaja që ja falet atë dheut, ja falet tokës që ju i keni mësuar me mbrojt, gjë të cilën e kam bërë e për ta e gëzon tash tonë Kosova. Burra, burnesha, martirët e 13 prillit, dhe ju porosis që të mos harroni se në këtë lapidar që qëndron emri 4 të miturve, 4 ndërrimtarëve të çlirojnë Kosovën. Këtë Kosovë ku flitet, lexohet e shkruhet shqip. Tonë ato herë që mendoni sa ja ka vlet, ky vend vlen kaq, vlen dhjetra e madje me mira. Lavdi martirëve, lavdi dëshmorëve, mirënjohje dhe përulësi gjithë atyre që dhanë kontribut
për ushtrinë edhe luftën shërimtare për Republikën e Kosovës. Ju falenderoj. Tani ftoj zonja Rahime Lipaj, nënë e dëshmorëve. Ju dëshiroj të gjithë të pranishme mirë se ardhje. Përshëndes kryetarin Ilir Feratin, përshëndes përfaqësuesit që dalën nga lufta, partitë politike dhe të gjithë të tjerët. Një përshëndetje shkon edhe për Aksudin Rifat Berishën dhe familjarë të pranishëm. Përshëndes edhe Rudi Berisha, i cili na nderon me ardhin e tij. Sot, e 26 vite më parë, ndodhi një masakër në fshatin Sudanis të komunës së Istogut. Kjo masakër është bërë në shtëpinë e babait Salih Sokol Zeshiraj. Baba Haxhi, i cili me një dëshirë na e hapi derën e shtëpisë për strehim të gjithë familjarëve Lipaj. Aty gjetëm çdo gjë e bukë dhe të gjitha të mirat. Shpesh kemi biseduar se liria i ka rrenjët në gjak. Pra këtë liri e fituam me gjakun e dëshmorëve, martirëve, vëllezërve dhe motrave tona që u maltretuan në mënyrën më njerëzore, su kursyen as fëmijët, u vranë dhe u hodhën në bunarën e shtëpisë. Ne qëndruam aty deri nga 26 marsi deri me 12 prill. Por fati u desh se ato u kthyen për ndihmë gjyshë, të ndihmojnë gjyshës. Pra u vranë dhe u masakruan babai Salih Sokol Zeshiraj, nëna e bashkëshortit Sale Lipaj, Hajrie Lipaj, Sabrie Lipaj dhe Hatmane Mehaj, e cila ishte strehuar në atë shtëpi. Vajzat, Qendresa, Mirdona, Ilhona dhe Njumza. Kjo masakër ishte të tmerrshme, që është kryer nga kriminalët serbë. Këta kriminal, babai kishte njohur se njeriu nga shtëpia vetë s'ka ku të shkon. Babai kishte një moshë, por ishte i fortë, nenat ishin mirë, ndërsa vajzat ishin adoleshente, të gjithë të papafajshëm. Në atë konak, në vitet e 18-ta, sipas tregimit të babait, sepse gjyshi i tij, Kadris Alihi, pasi që qetnikët kishin filluar të dignin fshatra të tëra, ai bëri që në një drutë të gjatë ta lidh një shallin e bardhë të tij, pra ka kërkuar paqë që të mos digjen fshatarët e gjallë nga qetnikët. Kjo është përsëritur vite me radhë, deri në vitin 1999, që kudo në Kosovë ka masakra të shumta nga kriminalët serbë që sillen dhe s'ka drejtësi për ne. Kaluan edhe 26 pranvera me pikëllim dhe kujtime të ëmbla për të dashurit tanë që u vranë në tërë Kosovën. Ne mendojmë se çdo gjë u arrit, liria e fituar me sakrificë dhe të vrarë. Liria erdhi, çdo gjë ndryshoi, jemi të lirë në shkollë, në punë, në gara të ndryshme në tërë botën. Me vjen keq për shumë nëna të Kosovës që se kanë ende një varr për të gjetur ngushëllimin, për t'i freskuar me lulet më të bukura të natyrës. Kudo mbi varre shihet një dritë nur, sikur zemrat e tyre që ishin po aq të buzëqeshura. Pra ishin kudo të parat. Kishin dëshirë për jetën, e donin lirinë, që ishte aq afër si drita e diellit në shkëlqimin e hënës. Prehuni të qetë se ne ju nderojmë me lavdi.